pak merë të pandehur kryebashkiakun e Kolonjës, Erion Isai i akuzat që rëndojnë ndaj tij. Kryebashkiaku i Kolonjës, Erion Isai, është marrë i pandehur për akuzën e shkeljes së barazisë në tendera dhe në ankande publike. Ai akuzohet konkretisht për shpërdorim detyre, korrupsion pasiv dhe aktiv, shehjet pasurisë dhe shkeljet parimeve të barazisë së pjesëmarrësve në tendera ose ankande publike. Sipas kallëzimit ndaj tij, pas hetimeve mbi tendera të organizuar nga Bashkia Kolonjë, është konstatuar se shumica e tyre janë të shënuar me flamur të kuq, pasi ndarja e tyre rezulton e paracaktuar. Gjithashtu theksohet se punimet e realizuara për këto tendera nuk janë përfunduar me cilësi, apo sipas projekteve të miratura nga autoriteti kontraktor. Një rast konkret që përmendet është rikonstruksioni i digës së rezervuarit të Gjonçit dhe ndërtimi i pritave malore në fshatrat e Bashkisë Kolonjë gjatë vitit 2023.